për ne që të patëm, Koci, çfarë pret realisht, sepse me njerë pas formimit të qeverisë vjen ky deklarim nga Kurti që me njerë do t'i mbledh partit për diskutuar për çështjen e presidentit. Tani, numri i votave që u shpërfaq dje për qeverinë ishte 66, kemi prit të jetë 67 ose 8. Mendoj që rreth saj, çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që vendosjes për t'imponu një kandidat të vetin, i duhen edhe 14 vota për të bërë kvorumin. Minimum, 14 vota. Pra, kjo nuk është lidhja demokratike e Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës ka vetëm 15 deputet, por ne dim që 2, 3, deri në 5 deputet nuk do t'i binden me çdo kusht kreu të partisë. Pra, lidhja demokratike praktikisht përjashtohet nga negociatat me vetëvendosjen rreth emrit të presidentit ose presidentes. Këja gjithashtu, sepse ka vetëm 6 mandate, pra mbetet vetëm PDK-ja. Ose të dyja këto. PDK, parë nuk besoj që mund teoretikisht ndodh, diçka tjetër. Teoretikisht mund ndodh që lista serbe 3 në sallë të bëj kvorumin, me ose pa marrëveshje, po supozoj pa marrëveshje, por kjo është skenari tani që nuk kisha dashur ta debatoj dhe nuk besoj që partitë tona politike do të hyjnë asaj rruge. Realisht mbetet vetëm një marrëveshje ndërmjet vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës e ka bërë shumë të qartë që kërkon marrëveshje politike, pasi që është themelu qeveria, do të thotë marrëveshja politike në këtë rast nënkupton gjetjen e një individi që është i pranueshëm si për vetëvendosjen, ashtu edhe për Partinë Demokratike të Kosovës. Shtrohet pyetja, a janë në gjendje ta gjejnë? Nuk jam i sigurt, sepse deri me tani supozohet në opinion, shpekulohet që megjithatë do të thotë Zonja Osmani ka shfaqur kandidaturën e saj, por deri me tani nuk ka mbështetjen e vetëvendosjes. Spaku publike jo. As ka mbështetje, as ka refuzim. Është heshtje, është një zonë gri. Është sinjal kjo që Kurti dëshiron t'i ftoj partitë, është sinjal, sepse shpesh kemi diskutuar për heshtjen e Kurtit mbi këtë proces, megjithatë tani është kjo sinjal se ndoshta ka gjasa edhe që të tentoj t'ja bëj votat për Osmanin. Nuk jam i sigurt, sepse nëse do t'ishte, nuk e di përse këtë do t'a fshehte deri me tani. Ai po hesht. Do të thotë pozicionimi i zotit Kurti dhe vetëvendosjes në raport me zonin Osmani është neutral. Nuk është as pro, as kontra. Simpatizantët rreth vetëvendosjes e shtyn këtë çështje, po jo kreu i vetëvendosjes. Dhe unë personalisht mendoj që zonja Osmani nuk ka mbështetjen e vetëvendosjes. Kjo është bindja ime, kjo është supozimi im, vetëm supozimi im, spekulimi im, asgjë më shumë, sepse thjesht mendoj që ajo çfarë doli në Frankfurter Allgemeine Zeitung nuk ka demantu nga qeveria. Nëse mos koordinimi ka qenë shpifje e gazetarit Mertens, vetëvendosja do të duhet dill të taponte që nuk është e vërtet. Kemi qenë koordinuar, nuk është bërë. Bile edhe më shumë, nuk është thënë asnjë fjalë për bordin e paqes. Nuk u lavdërua për as qeverisë, as ministrisë punëve të jashtme. Kjo flet shumë. Kjo është simptomatike dhe flet shumë dhe unë mendoj që zonja Osmani nuk ka mbështetjen e vetëvendosjes dhe as të zotit Kurti. Tani, a do t'imponohet në forma tjera, nuk jam i sigurt, po në përgjithësi më duket proces shumë problematik çështja e zgjedhjes së presidentit dhe pavarësisht asaj çfarë ndodhi dje, nuk e përjashtoj mundësinë që Kosova sërish shkojë në zgjedhje. Pse e them këtë? Dje ne pam një epizod. Klasa politike ishte para aktit e kryer, ta bankrotoj shtetin financiarisht, të mbetet pa buxhet, apo dhe zgjodhen që të mos bankrotojnë Kosovën në aspektin financiar. Por, të çështja presidentes, ajo logjik nuk do të funksionojë. Kjo i bie që për herë të parë në rast se shkojmë në zgjedhje, i bie që për herë të parë Kosova të shkojnë në një palë zgjedhje për shkak të presidentes. Dhe duke i parë gjitha mundësitë. Kjo është motivi im kur thash pak më parë që Kosovës i duhet amandamentimi i kushtetutës. Nuk ka asnjë logjik që presidenti ose presidentja të zgjedhen përmes pazareve, në vend se të zgjedhet përmes votës drejt për drejt të qytetarit. Dhe jo të bëhen pazaret. Ne këtë zhagitje një vjeçare nuk e përjashtoj mundësinë në një përqindje shumë të lartë, është pasojë pikërisht e pazareve rreth
pozicionit të presidentit, emrit të presidentit ose presidentes. Prandaj mendoj që po përsëris edhe çështja e presidentit ose presidentes duhet të amandamentohet dhe zgjedhja të bëhet me votën direkte të qytetarit. Do jo të lihet në dorë partive politike të bëjnë pazare dhe të manipulojnë. Bardh.